U zhvillua ceremonia e shpërndarjes së certifikatave për nxënësit e shkollave të Fierit, të cilët morën pjesë në festivalin ndërkombëtar të shahut. Aktiviteti u organizua në shenjë vlerësimi për përfaqësimin dhe arritjet e nxënësve në këtë veprimtari të rëndësishme ndërkombëtare. Në këtë ceremoni ku morën pjesë nxënës dhe prindër, profesori i kursit të shahut në Qendrën Kulturore të Fëmijëve në Fier, Myzalejen Hoxha, foli dhe për përfaqësimin në nivel të lartë të nxënësve të shkollave të Bashkisë Fier. Sipas tij, shahu i cili po fiton për herë më shumë popularitet dhe tek fëmijët e shkollave të qytetit të Fierit, tashmë është bërë pjesë e projektit në shkolla. Sot përmbyllëm vlerësimin e bërë nga festivali ndërkombëtar i shahut për fëmijë në Tiranë, që u mbajt në 23 maj 2026. Fieri për herë të parë u përfaqësua me 26 fëmijë të grup moshave nga 8 vjeç deri në 12 vjeç. Dhe doli shumë mirë dhe i vlerësuar për arsye sepse këto kapacitete fëminore në botën e shahut kanë krijuar konceptet e tyre për gati 7 muaj që unë jap pikërisht mësimdhënien për shahun, për kulturën e shahut, këtu në Qendrën Kulturore të Fëmijëve në Fier. Dhe sot ne vendam certifikatat përkatëse të vlerësimit për lojrat e zhvilluara në festivalin ndërkombëtar të shahut në Tiranë. Ishin 12 fëmijë, nga këta 4 vajza dhe 8 djem, dhe se premtojnë shumë në ardhmërinë e tyre për ngjizjen dhe zhvillimin e kulturës së shahut në Fier. Për arsye sepse kjo traditë nuk ka ekzistuar në Fier. Profesori Myzalejen Hoxha tha ndër të tjera se fëmijët nga Fieri treguan në këtë veprimtari përshëndrim, strategji dhe pasion në çdo ndeshje. Ai gjithashtu uroi të gjithë nxënësit dhe prindërit për rezultatet, duke shprehur mirënjohje ndërsa i bën thirrje prindërve që nëse duan që fëmijët e tyre të zhvillojnë logjikën, durimin dhe vetbesimin, kursi i shahut në Qendrën Kulturore të Fëmijëve i ka dyert e hapura. Fieri ka një të ardhme të ndritur në këtë sport mendor, ka theksuar i njëjti burim. Shahu gjithmonë është luajtur në moshat e rritura, ndërsa për herë të parë, për vitin shkollor 2025-2026, mbi bazën e projektit madhor të shahut për fëmijë të FIDES, Federatës Ndërkombëtare të Shahut, dhe të Komitetit Olimpik Shqiptar dhe Federatës Shqiptare të Shahut, u zbatua ky projekt për gati një vit shkollor, 2025-2026, dhe nxori pikërisht këto kapacitete, këto talente fëminore, gjithë cilën premtoj shumë për të ardhmen. Faleminderit, suksese për sot. Faleminderit.